Gjermane të verisë të ketë të caktojnë në shtëpi të tyre. Në festival ku bishmuj ju I jeni në shtëpi të tyre. Po, e dim, ditëve të fundit, kohëve të fundit, flitet për atë se çka do ndodhë. Në Gostivar, për dallim prej 3 komunave tjera ku nuk ishte census, situata është, them kështu, pak më e ndërlikuar, por në aspekt tjetër edhe pak më e qartë se I përket ligjit. Unë më 8 korrik 2024 u zgjodha si ushtrues detyre kryetari I komunës së Gostivarit në bazë të ligjit për vetëqeverisje lokale, atëherë nenin 54, dhe pastaj neni 4 I cili thot se unë duhet ta ushtroj detyrën e kryetarit të komunës deri në zgjedhjen e kryetarit të ri në zgjedhje të rregullta. Ligji qartë e thot që kjo detyrë duhet të ushtrohet derisa të zgjidhet I ri, pa mos e potencuar se duhet të jenë zgjedhje të rregullta, të përsëritura apo ndryshe, domethënë në mënyrë taksative është e caktuar se mandati I zgjat deri në zgjedhjen e kryetarit të ri në zgjedhje të rregullta. Tani do të shohim se si do të vepron edhe qeveria, por mbi të gjitha edhe Komisioni Shtetëror Zgjedhor. Do të presim vendimet, gjithsesi se ne do ta kërkojmë të drejtën tonë në atë rrugën juridike, edhe menjëherë në qoftë se ka ndonjë vendim të tillë, do të kërkojmë që të prononcohet edhe gjykata kushtetuese për të na treguar se sa është konfort ligjit ai vendim eventual I qeverisë ose jo. Besoj që koha së shpejti tani këto ditë ndoshta për një javë gjithçka do të jetë e qartë, ne deri atëherë do të vazhdojmë me punë. Domethënë do ndjekni procesin ligjor edhe të pas zëra nga qeveria se do e mbarojnë ndonjë shtëpi. Po, domethënë në qoftë se e mbrojnë me një rat vendim të qeverisë, gjithsesi do ta ankimojmë dhe do të kërkojmë nga gjykata kushtetuese të prononcohet se a ka kushtetueshmëri apo është konfort ligjit ai vendimi I qeverisë apo jo, dhe besoj se e drejta është në anën tonë, gjithashtu të gjithë ekspertët juridik, po edhe sektori juridik, por edhe ish gjykatës, të cilët I kemi konsultuar rreth kësaj çështje, thonë se në rastin e Gostivarit situata është shumë e pastër dhe e qartë, dhe se do të sipas ligjit do duhet ta ushtrojë këtë detyrë deri në zgjedhjen e kryetarit të ri.